Bashkia Maliq në bashkëpunim me Njësinë Administrative e Gorë ka organizuar të dielën një aktivitet festiv me rastin e 82 vjetorit të çlirimit të zonës Gorë-Opar, si dhe 83 vjetorit të formimit të çetës partizane Gorë-Opar. E kthyer tashmë në një traditë, kjo festë organizohet në të njëjtin vend çdo 22 qershor. Në këtë ditë përkujtimore me rëndësi historike për zonën dhe më gjerë, të pranishëm ishin banorët e Gorë-Oparit, si dhe qytetarët e tjerë të Bashkisë Maliq, si dhe të qarkut të Korçës. Krijimi i çetës së parë partizane të Gorës është një ngjarje e shënuar për çdo zemër gorare. Ajo ka lënë në kujtesën e tyre gjurmë që nuk shuhen kurrë. Çeta e Gorës ishte një mishërim më i mirë i krajinës në drejtim të luftës për liri dhe pavarësi. Çeta e Gorës ishte mishërim dhe ka nxjerrë nga vetë gjiri i vetë trima dhe luftëtar, patriot dhe komandant, ata i kanë dhënë emër Gorës dhe gjithë Shqipërisë. Gora nga ana tjetër njihet për traditat e saj më të mira, bujarin, mikpritjen, ndershmërinë, besën, këndën gorare dhe dollin. Gora sot mburet me bijtë e saj që mbajnë ndezur dhe i çojnë brez pas brezi këto tradita dhe virtyte. E kjo është një atë dashuri për tokën që lindi i rriti, për gjakun e të parëve, për luftrat për liri e pavarësi. Veç nderimit të historisë dhe kontributit të brezave që luftuan për liri, pjesëmarrësit patën mundësinë të shijojnë natyrën e mrekullueshme të Gorës, kulturën vendase dhe mikpritjen tradicionale të zonës. Të pranishmit në fest kanë nderuar dëshmorët e ren, kanë trokitur gotat me njëri tjetrin dhe kanë kërcyer së bashku në ritmet e muzikës popullore.